Vion edhe sot seanca në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku i penduari i drejtësisë Nureddin Dumani po merret në pyetje nga avokati Henrik Hoxhait. Avokati i këtij të fundit i ka bërë pyetje lidhur me vrasjen e Elvis Dedait, i cili u ekzekutua në vitin 2012. Si ke marrë dieni për vrasjen e Elvis Dedës? Kam ardhur në dieni sepse më ka thënë Festimi. Kur jam takuar me Festimin, kemi shkuar te shkëmbi Kavajës për të kërkuar armën. Si e njohur me Festimin? Jemi njohur për shkak të një konflikti në lokalin e tij. Pas njohjes me Festimin, keni pasur shoqëri të qëndrueshme? Po, kemi pasur. Shoqëroheshit me njëri tjetrin? Po, shoqëroheshim në dreka, darka kur mundeshim, deri në 2022 kur jam arrestuar. Si komunikoje me Festimin? I thoja djalit të tezës që punonte te lokali, çfarë të ka thënë Festimi për vrasjen e Elvis Dedës? Makinën që përdorën në vrasje ja sollën Festimit nga fushë Kosova. Elvis Deda ose Losha ka qenë duke drekuar. E ka gjuajtur Enriku dhe ka dalë edhe Festimi që ishte shofer. Ka ndjekur makinën dhe ka ikur për disa kilometra në këmbë, këto mi ka thënë Festimi. Tregon Dumani. Ndërkohë në seancën e sotme është marrë në pyetje dhe Aslan Plaku, që akuzohet nga vrasësi me pagesë se ka pasur rolin e vëzhguesit në vrasjen e Dorian Shkozës. Nureddin Dumani ka dëshmuar se e pagoi 50.000 euro Aslan Plakun, si edhe i dha para edhe një motor. Ndërkohë pritet përballja e vrasësit me pagesë Nureddin Dumani me ish të penduarin e drejtësisë Henrik Hoxhaj.